Këtu është horoskopi i shtunë 29 mars 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Nëse keni ndërmend të flisni qartë, keni kujdes që të mos krijoni incidente diplomatike. Duhet të shërohesh. Demi. Dita është shumë e lodhshme, por nëse e dëshironi, jeni ju që mund të ndryshoni rrugën tuaj në krahasim me të kaluarën, por këtë herë me sukses. Binjaket. Disa probleme fizike nuk janë kapërcyer plotësisht. Nëse ndjeni një agitacion të fortë mbi ju, përpiquni të mos e derdhni mbi njerëzit që doni më shumë. Gaforja. Qëndroni në formë dhe përpiquni të shmangni stresin. Argumentet e mundshme në dashuri të shkaktuara nga xhelozia e partnerit. Luani. Kini kujdes nga njerëzit që mund t'ju mërzitin, të krijojnë polemika, t'ju futin në vështirësi. Në dashuri disa zënka, por të shkurtra. Virgjeresha. Dëgjoni dikë që mund t'ju jap këshilla të shkëlqyera, ka ardhur koha që të ndiheni, të jetoni një marrëdhënie me më shumë entuziazëm. Rikonfirmime. Peshorja. Luhatjet e humorit në mëngjes. Të kujdesshëm në dashuri, ka distancë dhe në disa raste polemik. Akrepi. Misit me ndikim mund t'ju ofrojnë një marrëveshje. Është e nevojshme të mos prisni shumë nga familja dhe të kërkoni zgjidhje që apelojnë në aftësinë tuaj për t'u përshtatur. Shigjetari. Kjo është një ditë e mbushur me lajme. Po për takimet e reja. Britsjapi. Një ditë për të shënuar në kalendarin tuaj sepse ka aftësinë të jap jetës tuaj një forcë dhe aftësi të pazakontë për veprim. Ju jeni një person që keni pak miq, të cilët mund të llogariten në maj të gishtave, por ata janë ata të duhurit. Ujori. Ndikime të komplikuara. Situata sentimentale do të përjetojë një zgjim të vrazhtë. Peshqit. Takime të këndshme, vendime të rëndësishme dashurie. Ju nuk mund të ndryshoni jetën tuaj brenda natës, por mund të ndryshoni drejtimin tuaj. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.